gypi kryesor që furnizon qytetin e Lipjanit është fi 350 që i bie është gypi azbestit. Në të dy anët e rrugës, gypi është fi 225. E kom kontaktua dhe kompaninë që ka punu edhe ekspert e kësaj fushë. Aktualisht nevojat në Kosovë, në rajon duhet të jenë mes 120 deri 130 litra për sekond 24 orë për kokë banori. Ne nuk i kemi ata. Çfarë duhet të bëhet që të zgjidhet problemi i ujit? Janë stacionet e pompimeve. Në një analizë që unë e kam bërë, stacioni pompimit komplet me të gjitha, me rrym, pa shtrirje, kuptohet, pa infrastrukturën nëntoksore, është mes 120 deri 150 euro në fshatrat e mëdha. Rrjeti i shtrirjes në për lagje, deri tek lagjet, jo deri tek shtëpit, kushton dikon 40 deri në 50 euro metri gjatësi, që i bie gypat, puna e dorës, pjesa e mbulimit. Po e them 40 deri 45 se varësisht në për zona ku janë ora është më i lirë. Në zona ku është pjesa shtresa asfalt ose Zoti Qeriçi përmendi një kosto sa mund të kushtoj. Ajo është 4 milionë, po ne se 4 milion. E përmendi zoti Qeriçi, po ajo unë e nxjerra këtë për fshatra. Pastaj ne duhet bëjmë matjet se ka lagje për shembull në Slovi, pjesa e parë, lagjet e para mund të kenë ujë, po jo edhe ato që janë në fund të fshatit. Okej. Edhe një sekond. Kanë qenë investime më hershme që ka në kohën e ish kryetarit, që ka bërë Iri Doja, Usaidi amerikan. Pastaj Cëlia Problemin e kemi që Usaidin se kemi më. Po se kemi më, po për atë po më bë funde. Çka ka mujt me bë kryetari? Në vend të investimeve kaq të mëdha që i ka bën infrastrukturë, sepse çtash merren ju kamerën e juj, shkonin na për këtej fshatrat e një kompani të shtruar asfalt edhe të bë drita. Rasti i fundit është në Bujari. Par promi kanë shu dritat, se mbrëmi kanë shu dritat, për në kemë vend votav. A është çështë kryetar? Jo, se shet populli votën, as të jenë sumë tash. Po jo, vot, është e vërtetë që se shet, po ti tenton më obligë. Jo, e vërteta është, kjo është e vërteta që po thotë kryetari. Domthon populli nuk e shet votën, po ky tenton më obligë. E kët sa po duhet ta tregojmë ne. Kjo ka ndodhur edhe me Mon Shkort. Kur ky ka tentuar më obligë votat, po qytetari nuk ja ka dhënë. Nuk ja ka shit qytetari votën. Edhe nocioni i autobusave du më i tregu që është ajo epitafi i kryetarit. Tani po i vendosim një kallabllak akuzash, do e kërkoj fjalën, pastaj do thoni pse be fjalën. Nuk janë akuza, këto janë të vërteta, por do më jep 6 në fund. Po i prezon s'po flas. Zoti Budakova po jo, për çështjen e le të mesim konkretisht për çështjen e ujit të pijes. Si zgjidhet kjo çështje tamam? Apo të ku intervenim? E përmendet më herët ju e hapët si inicuat si temë, edhe është me rëndësi që të vijojmë më tutje. Është element bazë për qytetarët. Është shumë e thjeshtë zgjedhet problemi i ujit të pijes, vetëm qytetarët do të identifiku përgjegjësi. Nëse një proverb anglisht thotë, nëse më ke gënjur një herë, nuk është faje më, është yti. Po nëse më ke gënjur 2 herë dhe 3 herë, atëherë nuk është më pojimi. Më kujtuaj momente me Pacollin atëherë, po që i referohet kësaj. Edhe problemi i ujit të pijes është premtuar gjithherë në sa kemi pas fushat zgjedhore që do të ketë ujë 24 orë. Mirë po, a ka ujë, s'ka ujë, din qytetarët. Ne kemi projektin se si mund zgjidhet problemi i ujit të pijes, nëse mbarën përgjegjësinë nga qytetarët, është në bashkëpunim me ekspertët e kësaj fushës, se nuk jemi kësaj lamis, mirë po me bashkëpunim me ekspertët e kësaj fushës e kam parapa zgjedhjen e problemit të ujit të pijes për qytetin e Lipjanit, sipas analizave të cilat i kanë bërë, sasia e ujit që gjendet në fshatin Konjë është e mjaftueshme, duhet investim nga buxheti komunal, i cili është e mjaftueshme